Përshëndetje miq të nderuar, mirë se erdhët edhe në një video të ri në kanalin tim. Sot kam vendosur që t'i përgatis këto kifle të mbushura me aerokrem, që janë shumë të buta dhe shumë të mira. Regjistrohuni në kanalin tim duke prekur zilën subscribe, sepse do të ketë shumë receta të reja. Pra, le të fillojmë nga puna. Në 200 ml ujë të ngrohtë, hedhim 2 lugë të mesme sheqer. Hedhim 2 lugë të mesme me maja buke. Majën e bukës kështu do ta lojmë diku rreth 3 minuta për t'u aktivizuar. Në 700 gram miell hedhim 1 lugë gjelle me kryp. Do ta hedhim majën e aktivizuar. Hedhim 80 ml vaj në brun, ndërsa 20 ml i ndajmë për më vonë. Dhe hedhim 300 ml ujë të ngrohtë për të zënë brunin. Dhe 20 ml vaj që i kemi ruajtur. Tani fillojmë që ta ngjeshim brunin mirë derisa të japim një formë rrethore. Këto kifle nuk kemi nevojë që ta presim brunin për t'u fryrë, do ta gatuajmë me një herë. Këto kifle përgatiten shumë shpejt, nuk ka nevojë për pritje, vetëm gatuaj, shtjelli dhe pjeki. Këtë recetë e mësova nga një grua turke, ku gatuan të vërtet shumë mirë. Ishte një profesioniste e brumit. Presoj që dhe ju ta provoni këtë recetë. Me të vërtet është shumë e lehtë, shumë e shpejtë dhe ka plot shije. Kuleçet do t'i hapim në formë rrethore, si në video. Në gjithsej kam ndarë 15 kuleç, ku secilin kuleç e kam bërë me vaj dhe kam bërë nga 5 kuleç bashkë në një vend. Unë mbushjen e kam bërë me aerokrem, ndërsa ju mund ta mbushni me djath apo me çfarë të dëshironi. Brum mund ta përgatisni për bukë, për kifle, për pica, për donuca, për shumë lloje tjera. Tani, kiflet do t'i lëmë diku rreth 10 minuta për të pushuar, për të dyfishuar pak. Dhe do t'i pjekim në furrë të parangruhur në 230 gradë për 20 minuta dhe do t'i lyejmë me vaj.
10 minutave kiflet siç po shihet janë difishuar pak dhe do t'i dërgojmë për pjekje. Dhe kiflet kanë dalë të mrekullueshme, të buta nga brenda dhe jashtë krokante, ja vlen që t'i provoni të paktën një herë. Nuk do të zhgënjeheni. Do t'i lëj me vaj edhe për të fundin herë, për t'u zbutur. Do t'i hedhim sheqer, pluhur përmbi, kjo është sipas preferencave tuaja. Nëse ju i përgatitni, juve ju bëft mirë. Deri në recetën e radhës, mirëmbëjtje.